Kujtohet dita e fundit që kam punu si mjeke, isha vetëm. Dhe fillon të ora policore, edhe kisha marrë informatë se, natyrisht e koduar informata, se një fëmijë është i smur, doktoresh, a mund të apresish, të vizitojsh. Unë po e prisja, por kë fëmijë mund të ishte gru, mund të ishte një plagosur, çdo gjë mund të ishte. Fëmiju nuk arriti të vjeton, dhe unë nuk e di me mzirë mbrina në shtëpi. Unë kisha vendos të jem në shtëpit, nuk fleja, në shtëpi fleja të këshit, por kisha vendos të jem Prishtinë, sepse këtu kishte shumë njerëz të plagosur, kishte shumë nevojë dhe isha koordinatore për shëndetësi në qendrën emergjente. Prandaj e kisha spitalin, e kisha fëmijët dhe kisha shumë obligime tjera. Pra, e dija rrezikun, e dinin edhe qytetarët, por edhe ata ndinin i siguri kur më shifshin mu. Shokët më thanë se duhet të bosh gati të kalesh në mal, të kalesh në zonë, sepse jenë rrezik. Ashtu kishin vlerësu. Dhe unë kisha bërë torbën gati, me ilaçnat, me pak tesha, me revolën, me durbit, edhe me disa gjëra tjera. Dhe kur më erdhe në shtëpi, kur po shkoja mi marrë torbën dhe me u bashku me shokët që vinë me më përcjell, unë realisht u rrethova nga shumë policë dhe kjo ishte burgosja. Tashti, s'mund të thësha asë janë të mijat, por ato ishin të mijat. Lufta e uzurit të burgosur politike, realisht. Pardoni? Lufta e uzurit të burgosur politike, realisht. Lufta jo, ishte fundi i luftës. Ishte 6 prilli i vitit 1999. Prandaj ishte edhe disa muaj do të përfundon të lufta, por kërkush se dinte sa do të zgjat lufta. Dhe në këtë situatë nuk u ndjeva mirë sepse kisha shumë detyra. Jo se u frigova, por kisha lanë fëmijët atje. Një fëmijë do të vija të marrë ilaçin që t'ja qoj pikat për vesh se i dhimshin veshët. Kisha gram, 7 zana kisha gram, me fëmijë të smur, edhe kështu. Po kalojmë për shkak të minutazhës në një pjesë tjetër, si arritet të fitosh pas burgosjes, pas luftës, besimin e mira shqiptarëve dhe të jesh pjesë e politikës në Kosovë? Kur e feva fillimisht për familjen time, unë thash se e vogël kisha provu shijen e politikës dhe u reja shumë. Nuk do të provoja me zdi se sa. Nuk e doja politikën. Unë nuk e quj politikë gjithë këtë rrugtim timin deri këtu ku bisedojmë, e quj rezistencë. Unë isha e vetëdijshme se populli jon kishte nevojë për një ndihmë dhe kjo ndihmë nuk ishte politikë. As formimin e lidhjes demokratike nuk e quja se është politikë sepse ishte front i rezistencës. As për krajën e lëvizjes studentore nuk e quja politikë, por e quja rezistencë. As formimin e lidhjes grus nuk e quja politikë, e quja rezistencë se duhet të qëndrojmë tokën tonë. Dhe për fat ishim gjithnjë ma shumë. Pra unë gjithnjë jam di shumë e komod, sepse kam pas rreth vetës shoqe shumë dhe përkras të kësaj rezistence. Mbasi u lirova, fare s'ko mendu se do të merrem me politikë. Dhe gati më duket që s'jam marrë me politikë. Por kanë qenë pjesë e rezistencës dhe ndërtimit të vendit, se vendi kishte nevojë ende për të kontribu për të ecë përpara, për të qa disa rrugë që duhet t'i bënim. Ndoshta sugjerimi ndërkombëtar ka qenë që të merrem, por të merrem pavarësisht për partive të formuara politike. Ju pastaj u propozuan për Kjo që hyra në Partinë Demokratike ishte shkaku që aty gjeta shokët e mi. Aty dhe gjeta një koncept, do më thënë, jo rasisht, sepse vetë kryetarit partisë ja pa ta bo pyetjen cila është vizioni ytë.
i kësaj partije, cili është vizioni, unë nuk e dija bashkëmirë se ka po ecin këto parti, kujdes se shumë parti ishin formu, ka që ndasht vetëm 2, dhe ato të merren vesh me zveti, kjo ishte koncepti im, dhe këtë ma tha kryetari i partisë, Hashim Thaçi tha, po këtë vizion edhe na po kërkojmë, a mund të na bashkosh? Kështu kam vepru gjithnjë që t'i bashkoj, por shqiptarët nuk po e shkoheshin dot. Jo që t'i bashkoj, sepse secili mund ta ketë mendimin e vet, por për çështjet kyçe të kemi vetëm një qëndrim. Qoftë edhe i gabur, ta përkrahim që të përmirësohet, e jo të tentojmë t'ja zëm vendi dhe ta kaloj. Normal, e dyta ishte, unë kisha fitu një kredibilitet ndërkombëtar, nga ata ndërkombëtar që kishin pa punën time në teren, kishin pa, domethënë, qëndrimin tim, jo se nuk e dinin se jam krah i luftës, jo se nuk e dinin që nuk bëj dallime, profesioni im më mëson që pacienti është i njëjtë, por kishin pa ndoshta edhe që po i mësoj edhe ushtarët të përmbahen kodit të luftës, që shumë e rëndësi, se në ato fletushkat e tyre, pasi krynin ushtrimin, se cili ushtar mundoheshe që t'ja qojmë edhe rregullat e luftës, si t'i përmbahen rregullave të luftës, edhe si cilën me të zanunin robë. Dhe kjo kujtoj që ka qenë çështja më humane e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe nuk mund t'isha indiferente ndaj kësaj situate, por me politik nuk doja të merrem. Megjithatë ndodhi një rastësi. Kisha ftesa nga disa parti dhe kjo ishte përgjegjja që nuk merrem se kam profesionin shumë të mirë. Kisha edhe fëmijë në qendër që ishin shumë të vegjël. Dhe në një moment dëgjova diqysh se paraprakisht po e dihet se kush e kush do të zgjidhet. Dhe kjo më vinte shumë zor. Si është e mundur, apo hyjmë në zgjedhje demokratike, apo të paracaktuara. E atëherë, kur e kuptova se sikur është paracaktu, atëherë vendosa të hyj. Dhe kjo ishte. E atëherë Partia Demokratike e pat arsyeshme që i thash, domethënë unë isha ajo që ju thash se krejt këto mirënjohje, këto shpërblime, çmime që më janë dhënë, krejtja i deponoj në këtë parti dhe kam dëshirë që kapitali i luftës, i dëshmorëve, i shokëve tanë të vlerësohet. Kjo ka qenë.